Ju që keni Samsunga, janë 3 gjona që duhet t'i dini për mbrojtjen e batarisë, juve që ja vazhdon batarinë shpejt. Sa do pak do ju ndihmoj kjo, tash do ju tregoj me video, po mas pari ma bëni follow, një like, një koment pozitiv dhe shpërndanja shokëve runë videon. Pra njerëz, vazhdojmë, shkojmë te settings edhe shkojmë te e para connection. Ja ku e keni këtu more connection settings. Këtu nearby device scanning duhet të jetë off, shkak që kjo gjithmonë kërkon telefona afër për me share diçka, për me shpërnda diçka. E dyta, shkojmë te display. Këtu te display gjithmonë mbane dark. Sa ma shumë mi ik dritës që kjo me harxhu më pak rrym. Edhe e treta, shkojmë te battery. Kur shkojmë te bateria, këtu ja boni adaptiv. A shini këtu 1.13, kur t'ja boni këtu power save, shkon 1.29. Kështu që kjo ja vështon jetëgjatësinë e baterisë.